faktikisht i kanë prioritetet e tyre e komunitetet janë qytetarët e Kosovës, pavarësisht në cilën pjesë punojmë. Gjatë këtyne 26 viteve të ekzistencës tonë me një portfolio shumë të madh mbi 100 milion të projekteve të implementuara, gjithmonë e kemi ndëgju zërin du me thonë qytetarëve të cilët kanë pas telashe dhe probleme, po jo vetëm, edhe ne jemi pjesa asaj. Dhe në kuadër të kësaj, gjatë 10 viteve të fundit, kemi fillu pra me infrastrukturë, me ndërtim të ujësjellsave, kanalizimeve. Që s'ka qenë as pak e lehtë apo jo? Sepse me njëherë pas luftës, CDF-i ka fillu me punu si një iniciative bankës botërore. Por këto 10 vjetë e fundit është vu fokusin në drejtat njeriut. Një prej kësaj këtyne faktikisht drejtave që janë shumë gjana edhe na prekin të gjithë në çdo hap të jetës sonë, është edhe mbrojtja ambientit. Pra projekti fuqizimi i organizatave mjedisore të shoqërisë civile në Kosovë, e financuar nga ambasada suedeze, e ka për qëllim fuqizimin e disa prej organizatave të cilat na i kemi partnere, janë 4, edhe janë të shpërndara në rajonet Kosovës, një është në Prishtinë, është Balkan Green Foundation, Rinjendja e Gjelbër në Pej, 7 arte në Mitrovic dhe ecmë ndryshe në Prizren. Shumë i do të gjitha këto organizata që edhe ne bashkëpunojmë me to dhe janë emra organizatat njëra edhe për vetë publikun, për vetë shikuesit, qytetarët. Po besoj që keni pas raste, sidomos kur kemi të bëjmë me përkrahjen e asaj kategorie që ju mas shumë të përkrahni që në të rritë, po ajo është fokus edhe i CDF-it, është një prej prioriteteve tona që mi përkrah të rritë në Kosovë, gjatë të cilën e kemi bo për mes aktiviteteve të ndryshme dhe në të kalumen, po jo edhe ky aktivitet do t'i përfshi në mas të madhe të rritë, sepse ne kemi me punu në shkolla dhe në universitete për me e promovu këtë kampanjë. Mirë, Altjan, edhe ju një pjesë e kësaj kampanjë, mbroje, duaje dhe mbaje, që po besoj i tregun, paka shumë i tregoj dhe drejtoresha qëllimet e kësaj kampanjë, kësaj fushate, po na tregun aspektin tënd, si është punosh në një projekt të tillë? Po, Gonxha e para, si projekt në zhvillimin e kësaj kampanje, na ka dikun 4 muaj që kemi fillu me punu, edhe hapat e parë zhvillimit e kësaj kampanje kanë qenë vizita në teren. Vizita në qytete ndryshme, takime me akterë të ndryshëm, sidomos fokusi jonë ka qenë tek organizatat partnere në qytetet të ndryshme, me ta bashki kemi tentu që me i gjetë problemet kryesore që janë në këto qytete. Mirë po në anën tjetër kemi taku edhe drejtor të shkollave, kemi taku institucione lokale, kemi taku universitete, për me pasë realisht cilat janë problemet edhe prej ku duhet me fillu kampanja. Se ka qenë ato probleme, ndoshta? Po problemet e ambientit në Kosovë janë të shumta. Na po i shohim çdo ditë, po jetojmë çdo ditë, sidomos tash me fillimin e vjeshtës edhe kur vjen dimri, na e dim që Prishtina është një prej qyteteve më të ndotura në botë. Para disa javë në pata një vizit në Prizren edhe pash një mungesë të jashtëzakonshme të ujit. Hudhja e burllogut vende pa vend, nga personat ashtu ashtu të papërgjegjshëm, është diçka që na e shohim çdo ditë edhe përjetojmë çdo ditë. Dhe jo vetëm në Prizren, besa në Seslen. Në gjithë Kosovën. Kështu që problemet janë aty, edhe na i kemi pa, edhe realisht na vetëm kemi kërkuar një lloj verifikimi për këto probleme që me kuptu realisht situatën se si është në teren. Ajo që na kemi kuptu edhe që kemi ardhur në përfundim është që kampanjat më të mira në Kosovë janë ato kampanja që fillojnë prej terrenjeve. Edhe qëllimi jonë si mbroje, duaje, mbaje, një slogan fantastik. Shumë i bukur për ndryshe slogani, kur e lexova edhe mund përqej shumë. Krejt ideja e sloganit është që me fillu nga gjeneratat e reja, do me thonë me fillu nga shkollat fillore, shkollat e mesme dhe universitetet që të filloj kënë ndryshimi që prej takimeve që kemi bëjë, kemi kuptu që realisht ndryshimi maj mirë ndodhë kur bëhet ndryshim personale, mandej bëhet ndryshim grupor, sësa grupor, mandej personal.
Kështu që na ideja ka qenë që me eventet dhe me aktivitetet që do të fillojnë nga kjo javë, të enjtën jemi në Mitrovic në aktivitetin e parë, na po tentojmë që të paktën, përveç që me kuptu problemi që tani më dihet, dëshirojmë që bashkë me organizatat partnere lokale me i diskutu këto probleme edhe me pasë si mundemi me i te kalu. Sa keni gjetë edhe mbështetje dhe ju thatë që me ojët që t'jeni shumë mirë, që ndroni shumë mirë, bashkëpunoni po edhe nga vetë komunat, nga vetë institucionet, apo thjesht ju jeni të fokusum të qytetarët dhe të shoqëria civile? Takimet përveç organizatave partnere, cilat veç janë organizata partnere të projektit edhe kanë qenë normalisht si hisedar për mi taku të parët edhe kemi gjetë një mbështetje të jashtëzakonshme se impakti këtyre organizatave në qytetet përkatëse është shumë i madh. Edhe normalisht që në momentin që ti ki impakt edhe qasja tek disa grupe është shumë e letë, mirë po në aspektin e trenve dhe institucioneve lokale, ne kemi taku drejtorinë e arsimit në për gjitha qytetet, ku kemi bashkë me CDF-n kemi arrit një marrëveshje bashkëpunimi që me lejen e DK-ve të organizojmë aktivitete në shkolla. Kjo është shumë e mirë për shkak që po fillon një bashkëpunim ndërinstitucional mes një OJQ-je që është si CDF-ja, që është OJQ-ja më e madhe në Kosovë, edhe departamenteve lokale, edhe bashkarisht i shtyjmë përpara temat të cilat ne i kemi edhe të cilat po i shohim si problem. Njëjtë me universitetet, takimet kanë qenë shumë të mira, shumë produktive, kemi arrit marrëveshje që me studentat e gjeneratave të ndryshme, të drejtimeve të ndryshme, të organizojmë aktivitete gjatë muajit nëntor. Kështu që realisht kampanja është prit shumë më mirë se sa që na e kemi paramenduar. Është rritë dhe është ndërgjegja e qytetarëve, veçanërisht të rinjve, se s'po flasë për OJQ dhe për shoqëri civile, ato tani më janë të ndërgjegjësuara. Është e vërtet që kanë një ndërgjegjësim, po nuk është i mjaftueshëm. Padyshim. Po ato që e tha Olti, po ndërlidhem, një aspekt i suksesit është që duhet të bëhen bashkë të gjithë hisedarët dhe përfitues. Në këtë rast ne kemi punu në gjitha nivelet, sidomos në nivelin lokal edhe normal, edhe me institucionet tona pa tjetër, dhe kjo është arsyeja pse po besojmë që kjo kampanjë ka me pas një sukses dhe jo vetëm, do të tentojmë që këtë kampanjë, këtë faktikisht mbroje duaje mbaje, këtë slogan, i cili nuk është vetëm slogan, është një faktikisht një diçka që do ta kemi në ndër vite dhe pasi që përfundoj projekti jonë. Aktivitetet tona dinamika lidhur me këtë kampanjë do t'jetë deri në shkurt të vitit 2026. Projekti jonë do të vazhdoj deri në vitin 2027, por qëllimi është që këtë ta mirëmbajmë përmes organizatave mjedisore të shoqërisë civile në Kosovë, gjë të cilën e bëjmë jo vetëm në këtë aspekt, por edhe në përkrahje në aktivitetet të cilat ata së bashku me ne i zbatojmë, dhe kjo është qëllimi. Edhe një gjë, unë mendoj që ende kemi nevojë për një avokim, sepse krahas gjithë atyre viteve që kemi bo avokime, ndoshta dikush ka mendu që nuk është më koha, po besoni që gjithmonë avokimi duhet me qenë pjesë e një angazhimi serios për me pas sukses, për arsye se gjithmonë kemi nevojë që ta vetëjesojmë diken. Patjetër, besoj që edhe shtetet më të zhvilluara në botë nuk ndalen në këtë drejtim dhe veçanërisht në një vend si Kosova i duhet në përditshmëri. Biseduam pak për aktivitetet në për shkolla. Mund të na tregosh se si do të organizohen këto aktivitete? Ndoshta do t'jenë në plan më të largët, me qenë se sa ka filluar ky projekt, por besoj paka shumë edhe keni dizajnu. Realisht, aktiviteti i parë ka filluar të enjtën, do më thonë pas 2 ditëve, për shkak që komplet ideimi i kampanjës ka qenë që me pas sa më shumë aktivitete. Do më thonë, përveç kampanjës në rrjetet sociale edhe me një përkrahje të madhe të jujën për me shty për para si kampanjë, na kemi mendu që aktivitetet më të mira janë ato që fillojnë në teren. Ne i kemi dikon për momentin të planifiku me 15 aktivitetet të cilat janë të konfirmume në shkolla, universitete dhe në qytetet të ndryshme, të cilat do të organizohen vetëm gjatë muajit tetor dhe muajit nëntor. Vetëm brenda 2 muajve. 15 aktivitete ku do të përfshihen për mira 3 edhe 3-ja edhe qytetarë të komunave të ndryshme. Ideja aktiviteteve në shkolla Gonxha është që
përveç bashkëbisedimet që po dojna me pas me nxënësit, ideja është që organizatat partnere me dërgu një ekspert të fushës për me spjegu se cilat janë problemet lokale që i ka qyteti. Në këtë rast të entën e kemi qytetin e Mitrovicës, ku CDF-ja e ka shtatarë të një partneri jashtëzakonshëm me aktivitete kulturore dhe mbrojtjen e mjedisit përmes artit edhe aktiviteteve tjera, ku do t'i tregoj të rinjeve se realisht cili është misioni dhe vizioni i shtatarëve për një Mitrovicë të cilën e mbrojna, e dojna edhe e mbajna. Në këtë rast, njëjtën kona do t'a prezentojmë edhe kampanjën edhe cilat janë format që të rit mund të bëhen pjesë e kampanjës. Po ashtu, me këta tri ne do të tentojmë që përveç aktiviteteve fizike, ti kemi edhe si avokus në lagjen edhe në vendin ku ata jetojnë. Kjo është dhe qëllimi i SSL-s kampanjë dhe fushat, apo jo, që mos të mbetet vetëm aty në për klasa, po pastaj ta bartin edhe te komuniteti i tyre. Pikrisht, ideja e avokimit individual është shumë e rëndësishme. Na në disa raste në Kosovë kemi, po ka në shumë raste cilën nuk është që e përdorim mjaftueshëm. Kështu që kampanja në momentin që është dizajnu, për shembull, njëra prej ngjyrave të kampanjës janë edhe ngjyrat e flamurit Kosovës, për shkak që përveç që është ambientaliste me ngjyra, na po mendojmë, po shpresojmë, po besojmë që mbrojtja e mjedisit duhet jetë pak edhe patriotike. Unë shumë besoj, Oltian, që patriotizmi modern është pikërisht kjo, mbrojtja e mjedisit, në këtë mënyrë e mbrojmë vendin tonë, dujmë dhe të regojmë se sa patriot jemi edhe mbajmë, besa, sepse po i bashkojmë edhe unë. Me mbajtë është mas fështirë. Kjo, besoj. Mas fështirë, po pa tjetër se kjo është ajo që ka na definitivisht nuk jemi shumë të mirë në këtë aspekt për me mbajtë edhe me zbatu, me vazhdu me zbatu një çështje në këtë rast po flasim për ambientin. Aktiviteti i parë që do të nisë në Mitrovicë nga 7 arte, besoj që paka shumë do të implementojnë atë program që ka nevojë edhe vetë qyteti Mitrovicës. A do të dallojnë, edhe pse Kosova brenda për brenda nuk është që dallon shumë komuna nga komuna. Por që tjetë se cila komunë do t'i ketë prioritetet e veta që do t'i diskutojmë me rinin. Po tjetër, edhe kampanja e ka adaptu këtë fushat, bazuar në nevojat e secilës komunë, edhe në këtë rast edhe aktiviteteve të cilët partnerët tonë i zbatojnë, duke nisur nga ekonomia qarkore, biodiverziteti, mbrojtja e lumenjve, energjia gjithashtu është temë, prandaj edhe në kuadër të aktiviteteve të cilat partnerët tonë i zbatojnë dhe nevojave që një komuni ka, këtu veç mos haroj përveç këtyne 4 komunave që i kemi në një farë mënyre ku i kemi organizatat partnere, është edhe Gjakova si komuna e 5 me të cilën do të punojmë, për arsye se kemi mendu që në këtë aktivitet fillestar, Gjakova është shumë potencial me diskutu për këto çështje dhe kanë qenë mjaft aktiv sa i përket faktikisht ati koordinimit edhe komunikimit. Dhe po besoj që ka me qenë një kështu shambull i mirë. Pa dyshim, besoj që do t'jetë shambull i mirë dhe ndoshta do të zbatohet edhe nga komuna tjera. Do të filloni me 5 komuna, apo jo? Me 4 sa i keni partner? Me 5. Me 5 pastaj me komunën e Gjakovës? Gonxha, ideja është që ne kemi kështu edhe gjatë planifikimit bashkë me CDF-n e diskutonim që kampanja në thojza është e jona deri në momentin që plasohet për publikun. Nga i moment, mbrojtja duaj e mbaje është e gjithëve. Është një politikë personale, është një mision personal për me mbrojt ambientin kudo që je, edhe nëse je vetë, edhe nëse je në një grup. Kështu që na aktivitetet kemi me i fillu me 5 komuna, dhe në universitete, mirë po normalisht gjitha komuna tjera, gjithë qytetarët janë ma shumë se të mirë se ardhën për me ju bashkangjitë kampanjës. Nuk do të kufizohemi vetëm në një aktivitet në komunë. Ideja është që edhe marrëveshjet e bashkëpunimit që i kemi me DKA-t edhe me institucionet lokale janë që po fillojmë një aktivitet, po ideja është që këto aktivitete me u shpërnda. Edhe nëse jo direkt të organizume nga CDF-ja në qytetet ndryshme, se cila prej qytetarëve, se cili prej qytetarëve, se cili grup
lokal që është, mundet me organizu aktivitete. Tani më mbrojë duaj e mbaje me lansimin e javës të kalume, e ka marrë një havë të jashtëzakonshëm, kështu që na jemi ma shumë se të lumtur me organizu aktivitete edhe në qytete tjera, edhe po shpresoj që kemi me pas mundësin me organizu edhe në qytete tjera që për një me këtë slogan të ashtymë për para edhe po këthena pak veçte problemet që kanë qenë të kampanjat e kalume. Kanë qenë shumë të shkurta edhe kanë qenë tepër teknike për implementim. Ideja mbroje duaj e mbaje, pikrish, ka qenë shumë e shkurt. Drejtoresha tha ma herët që ideja e mbroje duaj e mbaje është që të vazhdoj edhe kur të përfundon projekti, që tjetë një mision shumë vjeqar i krejt gjeneratave që vinë, se realisht na e kemi diskutim edhe brendshëm që në këto 3 fjallë mbaje është më e rëndësishmja. Për shkak që me mirë mbajt është shumë e vështirë se sa nga njëherë me bo deri te ajo që deri te impakti që ti e ki. Kështu që ideja është që na me mirë mbajt fushatën deri në momentin që jemi si projekt, mirë po kjo fushat duhet me u mirë mbajt me vitet tana që për një me tjetë ma shumë mision personal. Pra nuk do tjetë një fushat thjesht teknike, s'la fillon dhe mbaron më një kohë të shkurtër, por do t'jep një më shumë vëmendje, më shumë aktivitete jo vetëm me... Kjo është faktikisht kauz, do të me qenë një kauz për të gjithë ne. Andaj e këmi qujtë dhe fushat kombëtare. Pa tjetër, fjallë janë shumë thjeshta, po përmbajnë shumë kuptim. Edhe kjo ka qenë edhe qëllimi që me qenë shumë e letë për me mbajtën mend. Edhe ajo që ka unë veç më staroj, po du me u falenderu këto ambasadës suedeze në Kosovë dhe që për mesidës jep shumë për krahje Kosovës, jashtëzakonisht shumë, e sidomos në mjedisi është një prej prioriteteve të qeverisë suedeze, gjithashtu është pjesë e strategjisë tëne, dhe ajo për neve si Kosovë shumë aljet është mu ballafaqu me këto të lashe për arsye se Suedia është shembull jashtëzakonisht i mirë për ambient, për parqe të gjelbërta, ata thjesht kujdesen jashtëzakonisht tepër, janë shembull për reciklim dhe definitivisht nuk është vetëm një donator, por është një partner, një shtet mik i cili është shembull edhe duhet me e kopju atë shembull Kosova. Andaj kemi ambasadën e Suedisë në Kosovë, mra pasis li do projekt si partner i fuqishëm, veçanërisht ato projekte që kanë të bëjnë për mbrojtjen dhe për mjedisin. Jemi krejt në fund, çfarë presni të arrini deri në përfundim të këtij projekte, sepse do zgjasë edhe gjatë vitit 2027 apo jo? Po besoj që po, na do të përpiqemi në CDF së bashku me partner ton dhe me të gjithë ata të cilët do të na bashkangjitën në këtë rrugtim, ta mbajmë gjallë, rezultatet nuk janë të lehta me i arrit, ne do të jemi modest nëse i kemi vënë cak vetës të arrim së paku ato rezultatet të cilat do ta mbajnë këtë vazhdimsi të krejt gjithë kësaj kampanje, ajo do t'jetë një rezultat ma i rëndësishëm, po unë besoj shumë, sidomos puna me 5 universitetet të cilat, këtu janë edhe publike edhe disa private, edhe me komunat, edhe me DKA që i përmendi Olti, pjesa jone stafit gjithashtu, të cilën jashtëzakonisht e falenderoj për gjithë punën që e ka bërë në këtë aspekt, edhe partnerët tonë jashtëzakonisht mirë, gjithë së bashku besoj që në fund rezultat do të ketë, e rezultati më i rëndësishëm është që kjo të mbetet edhe pasi që CDF-i me këtë program eventualisht nuk do të ketë mundësi ti mbështet. Nuk i dihet, po... Shohem, sepse edhe ne do t'jemi afër jush për me pas gjithë procesin se si është duke shkuar. Altion? Po ideja, Gonxhe, në fund është që mos me qenë qytetar të fajsum në një farforme agresive për gabimet që i bojmë, po ta kemi kështu një politikë të brendshme që mos hudhja edhe gjësendeve ma të vogla në rrugë është një mbrojtja ambientit. Edhe nëse nuk i dëmtojnë lument, edhe nëse nuk i përdorën format tjera të ngrojës, për shembull, sidomos gjadimit që kemi një problem jashtëzakonisht madh në Kosovë, atëherë se cila prej veprimeve të vogla unë mendoj që mundet me na pru te një kauz shumë e madhe që është me mbrojt
me dashtë dhe me mbajt ambientin. Kështu që krejt qëllimi në fund i kampanjës është që kjo kampanjë të ndikoj të secili individ që përmes veprimeve të vogla cili ai bën, edhe kur është vetë, edhe kur nuk është tu e pa kërkush, edhe kur nuk ka kamera, që ta ketë si qëllim që ambientin edhe mjedisin na do të me mbrojt me dashtë dhe me mbajt. Faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne dhe me gjithë shikuesit. Shpresojmë që këto informacionet ju shërbejnë dhe ata që e dëgjuan këtë bisedë të fillojnë ta implementojnë që nga sot. Shumë faleminderit. Kënaqësi. Miqdashur, kemi biseduar për fushatën kombëtare mbrojtje, duaje, mbaje.